Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Jemi gati për programin e sotëm. Do të mirëpres sot një komedian mjaft të njohur në Itali. Stand-up komeditë e tij kanë miliona ndjekës online dhe shfaqjet janë gjithmonë sold out. I lindur në Shqipëri, por i rritur në Itali, ai e ka kthyer eksperiencën e emigrimit në një material të çmuar humori, duke vënë në qendër stereotipe dhe paradokset kulturore mes të dyja vendeve. E quan veten Made in Albania. Mendon se liria e Kosovës erdhi nga Monika Levinski dhe thot se vaska në banjë bën më shumë dëme se sa një luftë. Kam kënaqësinë të ftoj në Living Day sot komedianin e njohur në Itali, Giuliano Dule. Giuliano, mirë se vjen, çfarë kënaqësie. Edhe për mua, faleminderit për ftesën. Si dukesh, mirë? Mirë, ti si je? Mirë, shumë mirë, jam i kënaqur. Unë jam shumë e kënaqur dhe lumtur që më në fund të kemi këtu në Tiranë, në Shqipëri dhe mund të bëjmë një bisedë përballë. Më duket sikur të njoh kaq mirë, duke parë videot e tua, materialet e tua, stand-up komeditë e tua që shkullin gazet italianët dhe jo vetëm. Një jehon të jashtëzakonshme, veçanërisht vitin e fundit, por do të flasim edhe për të. Tani në Shqipëri këtë herë të ka sjell Ditëlindja. Ditëlindja ime, më ka sjell ditëlindja ime me që gjyshja është pak, domethënë, kështu e smur, edhe tham zvinte dot ajo në Itali, kështu që erdhëm ne gjithë si familje, domethënë vajtëm për të festuar këtu me gjyshën edhe me familjen. Sa gjesti bukur? Bukur se mua më bëhet qefi se gjyshja është, domethënë, ka vajtur, ka një moshë tani, domethënë, edhe është, nuk e di moshën që ka, se ajo thot ka lindur në 45-ën, po unë njoh njerëz që kanë lindur në 40-ën që e kishin klasë, se ajo ishte në qamëri, kështu që nuk e dim domethënë sa vjeç ka, po hajde, thuaj 80-90, hajde. Midis, në këtë 10 vjeçar, midis, ta ketë jetën e gjatë, jetë e shëndetshme, gëzuar ditëlindjen edhe ti, festosh gjithmonë, me zemrën plot, edhe me shumë dashuri. Sa vjeç mbushet ti, mund të na thuash, apo si gjyshja edhe ti? Nuk i dihet edhe unë ku kanë 34 vjeç. Ta kesh jetën e gjatë. Në ekran do të shohim bashkë një foto. Kjo është ditëlindja ime e fundit, edhe ditëlindja ime e parë në Itali. E para në Itali, kur bëre 4 vjeç? 3, nduket. 3? Po. Po, ka një histori për atë, se janë 3 që i rinj, po duhet bëje 4. E di unë më mirë se ti tani? Po mirë, se ajo ishte, domethënë tani, ajo ishte, domethënë, ditëlindja e parë në asilo, në Kopësh, domethënë, kur vajtëm atje në Itali, edhe prindët e mi se dinin që në Itali, domethënë, ishte kjo punë e torta, domethënë një... Edhe se kishin përgatitur, kështu që ato mësuesit që kisha unë, më dhanë vetëm një mollë. Po, edhe vendosën 3 që rinj. 3 që rinj, ti ke bërë humor me këtë moment, të jetës tënde. Po, e kam bërë, domethënë, nuk më bënd të përqeshur shumë kur isha i vogël kjo punë që kisha vetëm një mollë, se më s'pëlqen, s'kam ngrënë mollë për 4-5 vjetë pastaj, se u mërzita, por pastaj kur e pash foton mbas 25 vjetës që e gjeta, domethënë, një nga këto, domethënë, kur kalon rikën në shtëpi, domethënë, mbas kthesht për Krishtlindjet ose për festat, i gjeta fotot e pash e thash, kjo bëm përqeshur. Po, dhe ka bërë shumë për të qeshur. Do ta tregosh edhe një herë historinë në Shqip, se tregon italisht edhe ata italianët gjithmonë qeshin në këtë episod. Domethënë, unë isha në Kopësh, edhe kur domethënë, erdhi momenti ditëlindjes edhe u mbyllën dritat edhe filloi domethënë këngëtan ti auguri atë, edhe unë shoh nga fundi domethënë që vjen një si domethënë festë e madhe, ato kalamajt thon erdhi torta, edhe unë domethënë se dia ç'a ishte torta se sa flisja mirë italisht, domethënë s'kuptoja asgjë domethënë, edhe kur shoh unë tortën thash kjo ka ardhur për mua. Kur vjen me tortët ato dhe vën përpara atij tjetër që kishte diltinë me mua, edhe mbrapa vjen ajo imja, edhe ishte një mollë. Ishte kjo molla, kjo ishte torta jote. Po, kjo ishte torta ime, kishin vërë ca karamele atje, edhe domethënë, thash, kuptova, thash, ja, qa domethënë t'jesh i varfër, edhe pa lek, edhe t'jesh emigrant, ja, qa ndodh, edhe pastaj tortën e, domethënë, u mërzita dhe ja prisha tortën ati tjetër, si isha kalamaj vogël. I prisha tortën edhe qa i bëre tjetër?
I more orën. Jo, ajo ishte batuta, Ajo ishte batuta, aty ishte egzagerimi. Ajo ishte egzagerimi. Ajo ishte egzagerimi, pra historia ishte e vërtet. Ajo që ti tregon në stand-up comedy. Por egzagerimi ishte... Ora, do më thënë... Ora që amore ati shoku tjetër të pasurit. Do më thënë, kjo është do më thënë punën e njerëz që njerëzit edhe mërziten se ti duhet, se stereotipat për shqiptarët kanë qënë, do më thënë në vitet 90, sidomos atje kur kam lindur, kur ma e rritur unë në veri në Itali, kanë qënë shumë, kam qënë sidomos për vidhje në apartamente, vidhje portafolesh, do më thënë këto gjërë që do më thënë, ne e dim që ato nga Laçi, no, bëj shaka. Bëj shaka. Nuk të mërziten Laçianët, Nuk mërziten? A të mërziten? Po, të mërziten, po kam hau. U mërziten njerë, po mërziten gjithë, dhe më thënë, kur bën këtë punë mirë, gjithë mërziten nga një ditë. Duhet t'i mërziten që gjithë, pastaj bërë një batutën për njerin, mërzitet ai. Bërë një batutën për tjetër, mërzitet ai tjetër. Bërë një batut për femrat, mërziten femrat. Bërë një batut për meshkët, mërziten meshkët. Bërë një batut për komunitetin LGBTQ, si thuhet në Itali, mërziten edhe ata. Pastaj mërziten, po harrohen gjëra, do më thënë, çudia e madhe duron 3 ditë, sa thot. Dhe ato 3 ditë çfarë të ndodh? Të vinë mesazhe, njerëzit më shkruajnë, njerëzit më thonë ktheu prapë në Shqipëri, nuk të duam këtu në Itali, pastaj ka shqiptarë që mërziten, më thonë rrinë në Itali, mos hajde më në Shqipëri, janë anglezët që më thonë mos hajde këtu në Angli, do më thonë janë bërë si, tamam, si migrantët ashtë njëri. Po ti kur mërzitesh ti? Unë? Nuk mërzitëm kur unë. Me asnjë nga komentet që ata të bëjnë? Po mirë, komentat janë, do më thënë, për mua është një gjë, do më thënë... Apo nxjerr material nga komentet? Jo, po nxjerr material, është gjë e veçantë se, do më thënë, unë s'kam komentuar asnjëherë, po është një video të asnjëriut. Po komentove, duhet t'jesh pak bolla. Se s'ka mundësi, do më thënë, duhet t'kesh shumë kohë, se unë s'kam kohë, do më thëmë, për t'u marë, për t'u mërzitu me një gjë që ka thënë njëri, ke një vend tjetër, unë s'isha aty, e thot në internet mërzitem unë që jam këtu, për rri, për s'ke pun ti për t'bërë. Pastaj, ato që më bën përqeshur është, janë ato, do më thënë, kur të shkruan, nuk e di, një që ka emrin Massimiliano, 1964 edhe ka fotot është me, do më thënë, me qenin edhe me delet, edhe punon, do më thënë, atje me delet, edhe shkruan, unë e di shumë mirë që është humori, ky nuk është humor. Mos punon më si humorist, edhe di thëmë fa, tani që ke shkrujtur ti këtë punë, e lash punën unë, mos ki merak, tani i ka, nuk kuptoj qa duen njerëz, sepse unë i shof edhe komentet, do më thëmë, për politikanët, për gjërat, njerëz i shajen atje, qa vendosin si përfundim? Do flasim pak edhe për politikanët, po pak më vonë. Tani do të shohim bashk diçka në ekran. Fringo! Ka qenë foto që tregoja në fund e shfaqjes. Kur mbaron të shfaqja, pas taj tregoja këtë foto, se njerëzit nuk e besojnë zakonisht, thonë, s'ka mundësi që të ka ndodhur gjithë këto gjërë, do më thënë që tregon ti për stand-up, se s'ka mundësi, nuk ndodhë, policia këto pura nuk t'i bën, këto gjërë nuk i bën, ku që kisha nevoj për të, do më thënë, duhet t'i silja provat. Prova, fakte. Fakte, do më thënë, si gazetar, unë kisha provat, i kisha fotot, i kisha denimet, i kisha gjitha, kështu që kur i panë, do më thënë, kur i shifshin njerëzit, më gjithmonë dhe ka ndodhur kjo punë ti ke që... Po, ka ndodhur. Ajo është torta që nuk erdi për ty, por shkoj për një fëmijë të pasur italian, dërsa torta për ty ishte thjesht një moll, disa karamele dhe 3 qirinj, jo 4, sa vjeç bëje ti. Do shohim tani një stand-up comedy, po, të përmbledhur shkurt, disa battuta. È vero che io non sembro albanese, cioè non parlo. Le persone che ci rimangono peggio, quando scoprono che sono albanese, sono gli sbirri. Cioè, ogni volta che mi sentono parlare, leggono Albania e fanno no. Cazzo, tu sembravi uno dei nostri, vecchio. Cioè, effettivamente io non parlo come uno che chiama gli sbirri. Cioè, io parlo come uno che chiama gli sbirri le nostre gloriose forze dell'ordine. E voi dovete capire che quando sei extracomunitario devi sviluppare un certo tipo di tecniche per evitare che i carabinieri o gli sbirri vengano a chiederti i documenti, perché poi parte quella cosa che si chiama profilazione razziale, non so se la conoscete, scoprono che sei albanese, ti mettono al muro, ti spogliano, ti cercano la droga, poi nel mio caso è tremendo perché la trovano.
e devi spiegarla perché quando dite in culo hai il cazzo duro, cioè è difficilissima come situazione. E quindi ho dovuto sviluppare una tecnica per evitare che arrivino a chiedermi documenti, tipo se mi fermano in stazione, tipo a Termini, io arrivo e loro mi fanno salve e faccio Giuliano è il tuo momento. Salve! Ah, gente! Anzi, visto che è qua, me permetto? Eroe! Kjo është një ndër videot që qarkullon më shumë në rrjetet sociale. Kur e kuptove ti se ishe shumë i zoti për të bërë humor, për të bërë stand-up comedy? Akoma se kam kuptuar. Vërtetë? Nuk ka një moment që e kupton se stand-up comedy është, domethënë, nuk lind me nuk është një, domethënë, një artë shumë e vështirë, sepse krijohet me publikun. Po, e vërtetë. Domethënë është që edhe kur ti mendon që një gjë të bën përqeshur, ka mundësi të bën përqeshur ty vetëm, duhet ta provosh, duhet t'ja japësh publikut, domethënë, që të kthej një të qeshur ose të kthej një asnjë gjë s'kuptohet kjo gjë. Kështu që duhet është domethënë një art i vështirë sepse duhet duhet humbësh që të fitosh në fund, domethënë duhet humbësh 200 herë që të fitosh një, dhe pastaj kur fiton një, domethënë puna finale është një video kështu, domethënë që më bën përqeshur në çdo batutë, po duhet shumë punë, domethënë që të arrish ke ai niveli atje. Kështu që e kupton që bën përqeshur kur e ke mbaruar batutën, është zakonisht është era e fundit që e bën. Se pastaj ja jep domethënë internetit, ja jep botës, edhe nuk mund ta bësh më atë batutë, se mbaroi iku. Nuk bën përqeshur më, është një barzelet që ke treguar, e di, e njeh publiku. Pastaj, kështu që është unë nuk era e parë që kishte ardhur domethënë ideja që të bëja për qeshur ka qenë kur më futën në burg një natë në Itali, kur isha 17 vjeç, se s'kisha permeson me vete. Edhe në Itali, në atëherë ishte një, domethënë ligj që kishte emrin Bossi Fini, edhe po ishte gjetur, po të gjente policia pa permeso, ishte faktikisht klandestino, domethënë nuk ishte drejt të rrije në Itali, edhe do të fusin në burg që të kontrollonin generalitetit. Dhe heronjt të futën në burg. Herojt më futën në burg, domethënë më erdhën, domethënë unë 17 vjeç, isha domethënë po hecja, domethënë rrugëve edhe ndaluan, s'kisha pasaport, s'kisha dokument, s'kisha pasaport, domethënë ti hajde në burg me ne. Atje brenda gjeta një kishte emrin Mohamed, një marokin, domethënë nga Marok, tap fare. Edhe më thoshte ti se albaneze, domethënë je shqiptar. Po, e thosh unë, se shqiptar musulman jeni. Thash, po, hajde. Po, ka edhe ca musulman, ka edhe, gjyshja ima është musulmane. E thash, po, si je musulman, theti, s'duke shumë. E thash, po ti, je musulman? Po, thaj. Po ti e tap. Po ti e tap që musulmani, e tha. E njef Gjezu Kriston, tha. Po tha, si se njofë Kriston, do më dhe njofë gjithë. E dia i që e ndronte, do më thënë, ujnë në verë, bënte këtë magjin. Po, e thash, buzët e mia janë opozit, janë do më thënë si Gjezu Kristo, si Kristo. Bo vetëm se e ndrojnë verën në ujë. Edhe kur më bëri përqeshur atje brenda, do më thënë e kuptova sa, do më thënë, qa fuqi ka humori, do më thënë, mes tragedisë. E thash, këtë duhet bëj unë, do më thënë, duhet jetë një situatë tragjike, e duhet të kthej në situatë, do më thënë, komike. Dhe këtë gjë e bën vazhdimisht me situata që duken shumë të ngarkuara, të rënda, tragjike, ti kthen në komike, ju jep këtë ngjyrime dhe njerëzit e kuptojnë edhe qeshin. Po për çfarë ke studiuar ti? Se ishe 17 vjeç kur ka ndodhur ky episod. Po. Studimet e tua? Unë kam mbaruar për ekonomi. Për ekonomi, edhe ke punuar? Edhe kam punuar ke Banka Botërore, po. Kam punuar edhe ke Komunitetin Evropian,
faktikisht kur fillova punë, herën e parë që u ktheva këtu në Shqipëri, vajta ke Rogneri, që po punonim për hyrjen e Shqipërisë në Komunitetin Evropian. Edhe po bënim evaluation policy, si e thonë, domethënë. Edhe punoja, po vlerësime, punoja në Paris, edhe pastaj vajta punova ke Banka Botërore në Washington edhe në Rom. Ndrova punë edhe... Po çfarë ndodhi që pastaj e leti diçka? Si? U çmanda. Reshkita fare, po ta pyesësh babin tim, tha, ky ka ikur nga mendja. Por jo, faktikisht ndodhi që unë kisha studiuar këtë gjë se mendoja që do ishte domethënë një gjë që do më pëlqente të punoja ke Banka Botërore, të rria në zyrë çdo ditë. Pastaj kur e provova, nuk më pëlqeu, edhe thash, fëmijë s'kam. Po. Borxhe s'kam. Debil, jam pak debil. Edhe kështu thash, po pse mos ta provoj këtë punë që kam pasur, domethënë këtë ëndër që kam pasur gjithmonë në zemër. Edhe thash ta provoj. E bëra herën e parë, vajta ke një shfaqje. Po si thjesht u zgjove një mëngjes dhe the po sot do ta provoj. Diçka duhet të ketë ndodhur, Giuliano. Historia që ka ndodhur, ka ndodhur. Është faktikisht, më falesh pak e pist, po duhet të unë isha jemi në një orar që na shehej gjithë familja. Po, më falni pastaj. Mbyllin i veshët kalamajt. Unë isha i fejuar me një gocë italiane që bashkjetonim atë ditë, në atë periudhë. Po mirë, unë kisha ca dyshime kësaj, thash, mos edhe u ktheva, i thash do ikja, domethënë do kthehesha do ikja në Shqipëri, edhe nuk u vajta në Shqipëri faktikisht, u ktheva në shtëpi. Nuk e lajmërova, edhe gabimi im se e gjeta në krevat me një tjetër. Tani, domethënë, mos u ktheni në shtëpi pa lajmëruar asnjëherë, se nuk është domethënë situata shumë e mirë. Domethënë, pastaj i prish punën edhe njerëzit se po bëjnë qef ti, pastaj vjen atje s'jen në humor, domethënë s'jen mood për ta bërë edhe ti, domethënë me ata, se domethënë s'kam ftuar, jo për gjë tjetër. Edhe po mirë, tani kisha dy mendime, thash tani unë qa do i bëj, se do më thënë, mendimi i parë është do më thënë, si shqiptarë, përshtaj thash, po ti kësh në burg ti, do më thënë, për këta po bëjnë qef, tu, ti kësh në burg ti, pastaj kush e di qa do ndodhi edhe ty në burg, se pastaj do të kapin edhe ty në burg, se je këshu si që njëri, je me kachurela, ti je si dje, do më thënë, duke që edhe si femër, me flokë gjata, se po ngele bërë në 20-30 vite, pastaj vështirë bëhet puna. Vështirë bëhet, po tani njeriu ka edhe nevojët e veta, do më thënë, si i thonë. Edhe kur i pash këtu, do më thënë, thash, mirë i ka, thash, se nuk jam... Po keni një orë për dal nga shtëpia, do më thënë, ajo doli, u ktheva, i mora gjitha robat që kishte, ajo kompjuterin, gjërat, edhe vajta e dhash në beneficencë. Për bamirësi, po? Për varfrit, do më thënë, i dhurova varfrit. Edhe që u knaqen, do më thënë, me shumë me gjëra që... Edhe atë net, u bëra tapë, se do më thënë, isha pak i mërzitur, të thënë vërtetën, se nuk është gjë shumë e bukur, do më thënë, ta gjesh të fejuar me një tjetër, do më thënë, edhe bajta ke një lokal që ishte, bësh i stand-up atje, do më thënë, edhe vajta ke i komedian, dhe thash, ta provoj edhe unë 5 minuta. E tha, po e ke bërë njerë, thash, unë jam komediant në Shqipëri, e di sa i bërë edhe theksim pak shqiptari, thash, jo, Albania, molto, fato, tante volte. Edhe, tha, mirë, hajde, vajta, e provova, tregova këta histori faktikisht, edhe gjithë qeshën, do më thënë, me lot ishin gjithë duke treguar këta i dhe, thash... Ti tregove këtë histori? Po. Këtë histori që kishë ndodhë, do më thë që gjeta fejuar me në krevat me një tjetër, edhe krevatin e kisha bërë shumë mirë, se po e kisha montuar shumë mirë, se do më thënë ishte, aji po jepte shumë fort, edhe krevati po duronte të sa gjëra shumë të rënda, edhe isha me vete, thash, bravo, Giuliano, ti murator duhet kishe bërë. Edhe, do më thë njerëz po qeshin, unë po qesha edhe, do më thënë, e kupto... Ishte, do më thënë, një moment që më tha, ka mundësi që, do më thënë, e ke talentin për këtë punë,
Pastaj duhet futesh edhe lot që domethënë shumë punë, domethënë se nuk mjafton vetëm talenti. Por kjo ishte ajo historia tragjike që të bëri komedian. Po. Fantastike. Na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në bisedë me Giuliano Dule.